kemi marrë kërpudhën e kefirit. Si do ta fermentojmë? Atëherë kërpudhën në momentin që ju e keni marrë, ajo ruhet në një sasi qumshti, e leni në një ambient të errët dhe një temperaturë konstante. Mund të qëndrojë dhe në frigorifer. Tani qumshti në çfarë temperature duhet të jetë? Siç e zëm kosin, më i ngrohtë, më i ftohtë? Të jetë në temperaturë normale, po, siç e zë edhe kosin, po themi, duhet të jetë temperaturë ambienti, le të themi. 18-20 grada. Temperatura ambientit. Gjithashtu dhe kërpudha duhet të jetë në temperaturën e ambientit. Pra vëmendje, sepse kërpudha zakonisht ruhet tek dera e frigoriferit në ujë, një kavanos me ujë, siç e kemi vendosur dhe në tryez. Por më pas, kur e nxjerrim nga frigoriferi, ajo duhet të qëndrojë që të marrë temperaturën e ambientit, jo ta hedhim direkt tek qumshti ngrohtë. Ky është gabimi im që ma vëreti dhe keti para se të fillonim. Më pas, i vendosim kapakun kavanozit. Më pas po, e hedhim në një kavanos qelçi, që duhet të jetë gjithmonë në një kavanos qelçi. Gjëja kryesore nuk duhet të bjerë në kontakt me gjëra metalike. Se? Prishet? Sepse dëmtohet, shpërbëhet dhe nuk ka asë rolin dhe funksionin dhe benefitet që duhet marrim më pas.